Bismillahirrahmanirrahim. Muaji i mallnueshëm i Ramazanit edhe për këtë vit kaloi. I lutemi Allahut Azza wa Jall na e ketë pranuar në më të mirën e mënyrave. Sikurse i lutemi atij mallnu qoftë që agjërimi i këtij muaji të begatë të Ramazanit, leximi i Kuranit të vinë për ne nesër në ditën e gjykimit si ndërmjetësues përpara duarve të Allahut Azza wa Jall. Mirë po dikush pyet se çfarë duhet të veproj për të kuptuar nëse agjërimi i Ramazanit më është pranuar. Të dashur në të shtrejt, ne i lutemi Allahut Azza wa Jall që me e pranu dhe ndalemi këtu. Por, amanetet edhe mirësinë dhe bekimet e muajit të mallnueshëm të Ramazanit lypset me i vazhdu dhe pas Ramazanit. Pra nëse e gjen veten tënde se nefsi i jot të tërheq drejt dhikrit, drejt korrekcisë me namazet ditore, drejt të përkushtimit për të bërë mirë, për të vepruar mirë, për të folë mirë, për të kontribuar me sa ke mundësi në rrugt të Allahut Azza wa Jall, ta dish se agjërimi jot ka pas dobi. Nëse e gjen veten larg kësaj fryme, ti lutesh Allahut Azza wa Jall për me të kthyer në frymën e Ramazanit, të asnjëherë mos me humb shpresën tek pranimi para durve të tij Azza wa Jall. Mirë po, dikush më thotë se çfarë duhet të veproj që ta vazhdoj agjërimin e Ramazanit, pra ta vazhdoj frymën e përkushtimit me agjërim ndaj Allahut Azza wa Jall edhe pas këtij muaji të begatë. Do t'ju them 4 detaje, të cilat na ndihmojnë që të agjërojmë përgjatë gjithë vitit, pra të marrim shpërblimet e agjëruesve. 4 detaje. Ruaje gjuhën tënde, ruaje dëgjimin tënd, ruaje vështrimin tënd dhe ruaje dorën tënde nga ajo çfarë Allahu Azza wa Jall ka ndaluar dhe ti do të jesh prej agjëruesve. Hazreti pejgamberi jon alayhi salatu wasalam na thotë se ai i cili nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe të punuarit me të dhe nga arroganca, ta di se Allahu i madhruar nuk ka nevojë që ai qëndroj pa ngrënë të papi. Që do të thotë se agjërimi i Ramazanit në vetvete vjen edhe për të na edukuar dhe për të na mëkuar distancimin nga gënjeshtra, nga hilet, nga mashtrimi, nga fitnet në jetën e përditshme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson dhe na thotë se kur dikush ta shaj apo ta nxis drejt të keqes, ndërkohë që ai është agjërueshëm, le të thotë un jam agjërueshëm, un jam agjërueshëm. A nuk duhet që me këtë gjuhë të vazhdojmë edhe pas Ramazanit, ti themi kujdo që përpiqet me tentakulat e shejtanit të mallkuar të vërtetojë se është prej taborrave të iblisit, ti themi un jam agjërueshëm, un jam agjërueshëm. Mos ja kthe të keqen atij që të gjuan më të keqe. Mos u merr fare me të. Mos e promovo të keqen. Lere aty të vdes në vendin ku është mbjell. Le të thahet, sepse ujitja e të keqes është kur ne e promovojmë atë. Marrim t'i kthejmë përgjigje asaj. Marrim t'i japim rëndësi asaj, i japim itibar asaj. E lam aty të thahet në atë tokë ku është mbjell. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon të thotë, sikurse lexojmë në Musnedin e Imam Abu Hanifës, hadithin e shquar të Umihanit, se ai njeri i cili u rritet një ditë për hir të Allahut, pra në rrugën e Allahut, duke hequr dorë dhe duke u frenuar nga ndalesat e Allahut dhe duke hequr dorën e tij nga pasuritë e muslimanit, ta di se Allahu do ta ushqejë atë nga frutat e xhennetit. Shikoni, me heq dorë nga ndalesat, përgojimi, thashë themnaja, vështrimi ku nuk duhet, dëgjimi i harameve dhe përdorimi i dorës për çfarë nuk duhet, qoftë edhe me një klik në diçka që nuk ka dobi, distancimi nga krejt këto të shpërblen me mirësinë edhe bekimet dhe përkushtimin e agjërimit. Nëse distancohemi nga këto 4 dhe i ruajmë këto 4 gjymtyr, ne patjetër që kemi hyrë në rrugën e marrë të agjërimit dhe kemi përfituar nga frutet e përkushtimit për të cilin është legjitimuar agjërimi. Që do të thotë se me këtë mënyrë ne gjatë gjithë vitit do të jemi agjërueshëm. Allahumma, të lutemi, na bën që krejt jeta e jon me kalu agjërueshëm. Pra agjërim nga thashë themnaja, nga cytjet, nga fitnet, nga vështrimi ku nuk duhet, nga fjala që nuk duhet, nga dëgjimi i asaj që nuk duhet dhe nga prekja apo përdorimi apo shkelja ku nuk duhet. Allahu ju dashtë.